Shiko, këto numrat që po lexoj unë këtu, që janë të Ministrisë Financave, jo të mijat, se me thënë drejtën jam i detyruar ta besoj. Këtë shifrën këtu, 2.2 miliard janë pjesë e 4.3 miliardëve që ishte buxheti i këtij viti për skemën e subvencionimit të fermerëve. Jo të vitit 2026, po të këtij viti. Historia që i lëm pa paguar tani, që vitin tjetër, nga ato 5.3 miliard t'ju japim këtyre të parve, nuk funksionon, zotri. Nuk funksionon. Këto janë para për përfituesit e këtij viti. Dhe këto para duhet i marrin përfituesit e këtij viti. Sepse ky është buxheti. Që ju t'lini pa përdorur para. T'lini pa përdorur para. Për këtë vit, dhe këto të shkojnë për shkurtim të deficitit buxhetor, kjo nuk ndodh. Nuk ndodh. Ose do paguen parat, ose do ikni ju. Një nga të dyja. Këta që keni këtu janë fitues për këto 4.3 miliard lek. 4.3 miliard lek. Ky ishte buxheti i skemave mbështetëse për këtë vit. Ju kanë ngelur në datën 15 nëntor, pa përdorur 2.2 miliard e 258 milion lek. Pa përdorur. I keni nga buxheti pa përdorur. Tani këto para do paguen brenda këtij viti. Pra brenda këtij viti buxhetor. Këto para nuk mund të paguen për vitin tjetër. Këto para paguen brenda këtij viti sipas rregullave që ka buxheti. Po e përsëris edhe një herë, nëse ju nuk paguani këto para për buqit, që me thënë drejtën e kanë financuar prodhimin me lekët e tyre, në mirëbesim tonin, se do t'i marrin këto para, ikni ju. Ikni ju. Kaq.